Unë jam Shpend Ahmeti, lindur vitin 1978 në Prishtinë. Tër jetën, domethënë, familjinë e kam kalu më shumë me art, për shkak se babën e kam pas aktor të njohur të teatrit, dhe edhe pse kam pas dëshirë të studioj artin, baba im kurs mu ka përzi një jetë, po një gjë më ka thonë mos u bën artist. Jo pse nuk e ka dashur artin, po për shkak se ka dashur tepër shumë dhe ka qenë i zhgënjur me trajtimin ndaj artit në Kosovë. Dhe unë pastaj kam shku në studime në Bullgari, Universitetin Amerikan, kam studiu ekonominë dhe biznesin, për të shkuar pastaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të magjistruar në Universitetin e Harvardit në politika qeveritare, në zhvillimin politik dhe ekonomik. Më pastaj jam kthyer, i kam punu për Bankën Botërore, Bankën Evropiane, dhe kam menduar se këto nuk mjaftojnë për të bërë më shumë për shtetin tim dhe jam kyç në politikë. Prej vitit 2010 jam në politik, kam qenë nën kryetari i lëvizjesve të vendosje, derisa kanë vendosur me më kandidu për kryetar të Prishtinës në vitin 2013 dhe tash që një vit jam kryetari i komunës. Domethënë, unë kam studiuar politikat publike, politikat qeveritare, por gjithmonë e kam pa veten si në botën akademike më shumë. Unë kam ligjeruar në Universitetin Amerikan 9 vite. Megjithatë, duke e pa situatën, ka qenë e pashmangshme që të kyqem në politikë dhe këtë ja rekomandoj secilit që mendon të bëj diçka më shumë për shtetin e vet. Është punë e pafalenderueshme, është punë tepër e vështirë, por nuk ka punë më interesante dhe më përmbushse se sa të punosh në shërbim të qytetarëve, posaçërisht kur është mendimi dhe qëllimi pozitiv për të bërë diçka më. Mendoj se suksesi jonë si ekip në Prishtinë nuk do t'jetë se a i kemi ndërtuar 2 apo 3 rrugë, apo i kemi asfaltuar këtë, apo i kemi ndërtuar. Suksesi jonë do t'jetë që pas 4 viteve a e kemi krijuar qytetarin aktiv të Prishtinës. Qytetari i cili ankohet, i cili vepron dhe bashkëvepron. Nëse kemi krijuar një shoqëri të tillë aktive politikisht, cila nuk duron as korrupsionin, nuk duron padrejtësitë, por punon për të mirën e përbashkët, atëherë kemi qenë tepër të suksesshëm. Prishtinën e shoh si një qytet modern që mund të garojë me të gjitha kryeqytetet e tjera të Ballkanit së pari, pastaj edhe evropiane, por e shoh edhe si një qendër të kulturës shqiptare. Në të kaluarën shumë shqiptar nga Maqedonia, nga Mali i Zi, nga Presheva kanë jetuar dhe studiuar në Prishtinë. Prishtina ka qenë qendra kulturore, studentore e shqiptarëve të këtyre shteteve të Ballkanit. Synimi jonë është që ta kthejmë me të vërtetë në një qytet kulturor ku prap do ta ketë atë të vetën që ka pas atë shpirtin e Prishtinës. Hapat tonë janë shumë të thjeshtë. Ne i kemi pas 12 premtime në fushat, 5 për tyre i kemi përmbush për 11 muajt e parë, mendoj se për 2 vite do t'i përfundojmë të gjitha, po mundohemi ta kthejmë jetën publike përmes transportit publik, përmes investimeve që po i bëjmë edhe në ngjarjet kulturore për të gjitha ato cilat jemi duke i bërë tani, duke pastaj investuar në rregull dhe rend. Sot është shumë ma lehtë që të marrësh edhe dokumentet, të aplikosh edhe për leje ndërtimi dhe ngadalë Prishtina po kthehet, po e them, në një qytet i cili pastaj do të jetë edhe shembull për qytetet e tjera. Kanë filluar komunat e tjera të bëjnë gjanat që po i bëjmë edhe ne dhe besoj që shumë shpejt me politika po e them që edhe në Shqipëri po diskutohet shumë për Prishtinën dhe në këtë rast janë gjana shumë të thjeshta që do t'i bëjmë për ta përmirësuar. Vetëm po e përmendi një, vitin e ardhshëm po investojmë në 60 autobus të rinj në transportin publik për ta rikrijuar prej fillimit transportin publik të Prishtinës me një marrëveshje me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, pagesat me kartela, shumë e shumë gjana të tilla të cilat do ta bëjnë jetën shumë më të lehtë. Kosova, Prishtina, të gjitha qytetet kanë nevojë për një gjenerat të re të politikanëve, jo për nga mosha, po për nga mendësia.
dhe këtu mund të shihet që jemi në një tranzicion, jo vetëm si Prishtinë, po si shqiptar në përgjithësi. Në njërën anë kemi po i shihni të gjitha gjërat që po ndodhin me kombëtarë në futboll, me ato se a janë shqiptarët duke u faktorizuar politikisht në Ballkan, dhe në anën tjetër e kemi këtë korrupsionin, gjanat e këqija. Dhe tash i gjithë populli, i gjithë qytetarët janë në mes të një kryqëzimi. A duhet të shkojmë nga kjo e reja e konceptit të një kombi modern, të një zhvillimi të luftës kundër korrupsionit, apo duhet vazhdojmë me të njëjtën. Ne përfaqësojmë këtë terren, pra po e them, jo për nga mosha, po të ndryshimit të koncepteve evropiane moderne, ndërsa ka shumë të tjerë që e përfaqësojnë këtë të vjetrën. Mendoj se rinia shpejt po pozicionohet ka gjenerata e re. Vlerat të cilat i përfaqësojmë ne janë shërbimi ndaj qytetarit. Shumë pak njerëz në Kosovë dinë që fjala ministër është shërbëtor, kryeministër është kryeshërbëtor. Drejtësia dhe barazia janë dy gjëra të cilat kam folë tepër shumë në fushat, të cilat i përfaqësojnë. Ka shumë pabarazi në Kosovë, ka shumë pabarazi edhe në Prishtinë. Ka lagje që janë shumë të pasura, ka lagje që cilat janë shumë të varfër. Ne tentojmë që ligji të vlen për të gjithë njësoj, por në të njëjtën kohë ata që kanë më shumë të nevojë për shtetin janë ata cilat jetojnë në kushte të vështira. Mundohem që sa më shumë të takoj njerëzit në gjendje të rënd sociale, me probleme, njerëzit cilët bëhen bashk, atyre ju jap prioritet gjithmonë për ta treguar se ndikimi jonë më i madh në komunë do të jetë kur t'ja u zgjedhim njerëzve cilët nuk kanë mundësi tjetër për zgjedhur problemet e tyre përveç se mendimeve në komunës së shtetit. Qasja jonë edhe imja personalisht është i but në qasje, i rrep në parime. Do me thonë, kompromise në parimet bazë nuk ka. Si që ka thënë edhe Gandhi, kompromiset në parimet themelore është vetëm ndryshim tashmë i qëndrimeve. Pra, nuk ka tolerancë ndaj korrupsionit, nuk ka tolerancë ndaj padrejtësisë. E vetmja mënyrë se si mund të garantohet që kjo të jetë e suksesshme është kur ka implementim horizontal të ligjit. Në qoftë se të gjithë e dinë se nuk mund të ndërtosh ilegalisht, atëherë ata qytetarët edhe nuk ankohen shumë edhe pse po ju rënohet shtëpia, për shkak se e dinë që për të gjithë vlen njësoj. Në momentin kur dikujt i lshohet pe, për shkak të pasurisë që ka, për shkak të njohjeve që ka, atëherë të gjithë do të jenë të pakënaqur. Kjo i ka vështirësitë e veta, ka rreziqet e veta, por jo aq të mëdha sa që mos më ia vlejt me i marr ato rreziqe. Kërcënime direkte nuk kam pas asnjëherë, edhe pse punëtorët tonë, drejtorët tonë gjithmonë, domethënë, veprojnë në rrezik. Drejtori i inspeksionit, drejtori i urbanizmit janë njerëz të cilët tërkohën janë të rrezikuar, megjithatë nuk kemi pas probleme pikërisht për shkak të kësaj, që vlen për të gjithë njësoj. Lufta kundër korrupsionit është lufta më e madhe që do ta bëjmë ne në Kosovë. Pa e u ballafaqu direkt me korrupsionin nuk do të ketë përparim, por korrupsioni nuk luftohet me 1000 faqe strategji kundër korrupsionit. Ne kemi agjencion kundër korrupsionit, kemi këshill kombëtar kundër korrupsionit, kemi njësi speciale të policisë kundër korrupsionit, në gjykatë ka, por kur i shikojmë rastet që janë ngrit për korrupsion, ato janë gati se zero. Ne jemi më shumë idhtar të luftës së korrupsionit me vepra se sa për shkruar për të krijuar gjëra të tilla. Ne kemi dërguar shumë dosje në prokurori, tash i bëjmë presion prokurorisë, apo veprojnë me ato dosjet, na thonë se çka kanë bë me ato, a kemi faj ne apo kanë faj ata, por është e qartë që mendoj se në Prishtinë kemi ardhur në momentin kyç para se me të vërtet të futej korrupsioni në shumë pjesë edhe më të voglat. Dhe tash e kemi ndërprer, por lufta nuk ka përfunduar. Domethënë ka shumë gjëra të cilat duhet i bëjmë. Tash presim që të shohim se si do të veprojnë institucionet e tjera në luftën kundër korrupsionit. Ajo që mund të bëjmë ne është i dërgojmë në prokurori,
Por tash pa veprimin e prokurorisë, ato mbeten vetë se dosjet të cilat ne i kemi dërguar apo mendojmë se janë kështu apo ashtu. Dhe këtu mendoj se shoqëria luan rol të rëndësishëm që ta mbajë presionin për të vepruar në të gjitha rastet ku kemi afera korruptive. Ne jam i shkolluar tërë jetën në qendër e Majt, sepse edhe në Harvard është shkollë e demokratëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nuk është se ata më kanë mësuar, ideologjia ime është një qendër të Majt, një socialdemokracie, e cila e ka barazin si qëllim, por edhe mirëqenjen sociale të gjithë qytetarëve që jetojnë në qytetin tonë. Prishtina nuk e kisha quajtur as të Majt, as të djathtë, e kisha quajtur një qytet ku mund të jetojnë të gjithë në mënyrë normale. Ne do të përkujdesemi që askush të mos mbetet mbrapa. Ëndra ime kryesore për Prishtinën është natyrisht që t'i përmbushit të gjitha premtimet që i kemi bërë në fushat, jo pse unë do t'isha pastaj i suksesshëm, por që do të vërtetoj se qytetarët mund t'a bëjnë ndryshimin edhe vetë. Prandaj në fund të mandatit, ëndra ime është që qytetarët e Prishtinës të kenë 24 orë ujë, të cilën sot nuk e kanë, të ketë mjaftueshëm qerdhe në Prishtinë dhe të ketë transport publik që kanë qenë 3 zotimet kryesore të cilat i kanë pas. Me këtë do të besoj se do të përmbusheshin premtimet kryesore të cilat i kemi.